Një film ndërkombëtar që do të trajtojë luftën e Kosovës pritet të mbledhë vjetra aktorë të njohur të Hollywoodit, përfshirë edhe legjendën e kinemas, Robert De Niro. Lajmin e ka bërë të ditur producentin nga Kosova, Fitim Krasniqi, i cili prej vitesh realizon filma për tregun ndërkombëtar. Projekti i ri, sipas tij, do të bazohet në një histori të jetë personale, historinë e trisht të babait të tij, të ndërlidhur me një nga ngjarjet më të dhimbshme të luftës në Kosovë. Me një intervistë me Blendi Fevziun, Krasniqi konfirmoi se Robert De Niro do të luajë rolin e babait të tij. Është historia e babait tim dhe e masakra në Reçakut dhe luftës që ka ndodhur në Kosovë nga fillimi deri në fund, ka deklaruar ai. Producenti ndau me emocione edhe të filmin e dhimbshëm për fatin e tatit, i cili gjatë luftës ishte plagosur dhe më pas djegur për së gjalli, një histori që tani do të shndërrohet në një film me mesazh të fuqishëm njerëzor. Krasniqi pohoi se në këtë projekt do të marrin pjesë 71 aktorë nga Hollywoodi, ndërta edhe Robert De Niro, dhe se të gjitha kontratat tashmë janë shkruar. Ai konfirmoi gjithashtu se De Niro ka planuar të portretizojë rolin e babait të tij. Gjyrimet për filmin pritet të nisin vitin e ardhshëm, pasi fillimisht ishte planifikuar të fillonin këtë vit, por janë shtyrë për arsye organizative. Me kërkesë të prokurorisë e aprovim të gjykatës, është marrë vendimi që të kontrollohen kompjuteret dhe që ka përdorur për procedura ish presidenti Hashim Thaçi në qendrën e paraburgimit. Të gjithë kompjuterat që Thaçi i ka përdorur në Hag janë nështruar një analize forenzike nga hetues të jashtëm. Materialet që Thaçi ka përdorur aty janë ruajtur në një kopje, siç kuptohet nga parashtresa paraprake e cituar për nxjerrjen e dosjeve nga kompjuterat që ish presidenti Thaçi përdori në qendrën e paraburgimit për çështjet e procesit. Gjyqtarja Maselot ka urdhëruar të angazhohet një ekspert i jashtëm. Ky i fundit ka marrë të gjithë dokumentet dhe printimet e bëra nga kompjuteri i përdorur nga Thaçi dhe ja ka dorëzuar prokurorisë. Dëshmitari Christopher Hill, gjatë dëshmisë së tij në Hag, pohoi se hera e parë që e kishte takuar Jakub Krasniqin ishte në Dragobil, e që takimi ishte organizuar nga përfaqësuesit e KDO-mit. Ndërsa për lëvrimin e disa ushtarëve jugosllav, dëshmitari tha se nuk e dinte se kush e bëri për shkak se ishte problematik të dihej se kush ishte përgjegjës në UÇK, raporton Betimi për Drejtësi. Kjo ka qenë një problematikë e vazhdueshme në UÇK sepse ne nuk e dinim se kush ishte përgjegjësi atje, tha Hill. Sipas dëshmitarit, ai mendonte se Krasniqi nuk ishte ndonjë prej figurave kryesore dhe për lirimin e tyre kishte marrë udhëzime. Po, këto janë mendime të pabazuara, por në mungesë të informacioneve të tjera, atëherë po, tha Hill. Avokati Aiden Ellis më pas e pyeti dëshmitarin se ai ishte përshtypja e tij se Krasniqi nuk ishte ndonjë person i rëndësishëm në UÇK. Po, kjo ishte përshtypja ime, tha ndër të tjera Hill. Ministri i Financave dhe antari i lëvizjes Vetëvendosje Kuran Morati ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të Partisë Demokratike të Kosovës lidhur me procesin zgjedhor në Mitrovic dhe akuzat për manipulim të votave. Në reagimin e tij, Murati thekson se Kosova tashmë njihet për zgjedhje të lira dhe të ndershme, një merit kjo që sipas tij takon lëvizjes Vetëvendosje. Murati kujton se para se Vetëvendosje të hyte në garat zgjedhore, procesi në Kosovë nuk ishte gjithmonë i pastër, duke përmendur raste të vjedhjeve të votave dhe shifra të dyshimta të pjesëmarrjes në vend votime, veçanërisht në bastionet e PDK-s. Ai cilëson akuzën e sotme të PDK-s për manipulim zgjedhor si një rrëfim për mëkatin e tyre, duke e krahasuar me rrëfimin e një mëkatari për veprimet e tij. Në vijim postimi i tij plot, tash sa vite Kosova shquhet për zgjedhje të lira që zhvillohen pa probleme të theksuara dhe që, për këtë, merr edhe lëvdata nga ndërkombëtarët. Një merit e madhe për këtë i shkon pikërisht lëvizjes Vetëvendosje, me komisionerët dhe vëzhguesit e saj të cilët ndër vite kanë mbrojtur votat dhe integritetin e zgjedhjeve, qoftë edhe me trupat e tyre. Këtë merit tashmë na e kanë pranuar publikisht edhe kundërshtarët tanë politik. Para se Vetëvendosje të futej në garën zgjedhore, zgjedhjet në Kosovë karakterizoheshin një rrallë me vjedhje industriale të votave me vendvotime, ku dalja ishte sa 120% e numrit të mundshëm të votuesve. Kjo ndodhte kryesisht në zona që njiheshin si bastionet të PDK-s. Prandaj, kur pikërisht PDK-ja tash bërtet kapeni hajdutin, kjo akuzë në fakt është rrëfim për mëkatin e tyre, njësoj sikurse mëkatarët që rrëfehen për mëkatet që kanë bërë. Partia që do të hyjë në histori se i nxorri simpatizantët e saj në shesh për të festuar humbjen, jo një herë por dy herë brenda një muaji, tash po kërkon shfaqësim për dështim turp.